Faleminderit gjithë atyre që na dërgojnë voice message, sepse mendoj që ky program është i regjistruar. Nuk e dëgjojmë dot, ose po dëgjova një mesazh vokal, do ta dëgjoni dhe mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Pas keni ardhur me bukë me vete, kjo ka shumë rëndësi. Po është dita e verës e la. Me ëmbëlsirë keli. Është me ëmbëlsirë. Ballokume. Kjo është ballokume që është e vërtet, domethënë. E vërtet, se është këtu edhe kemi një verore. komision që është një komision i ngritur, komision shkencor, që drejtohet nga kolegu për ballokume të origjinale. Si pamje, ta mbush mendjen që është ballokume për vërtetë? Si pamje është 90-at, kolegë. A do ta provosh live? Po dhe mund ta provojmë, për t'i vënë vullën e cilësisë. Po tani si e kap ashtu? Shiko, Ra gjallë për është, ne duhet të themi pra që nuk kemi asnjë kundërshtim ndaj atyre që shesin, se në fund ditës ata ndaj biskotave. Unë habitem si mund nxjerrësh bukën duke shit ballakumet. Hamer ballakume. Po pra. Një dhe dyta kanë të drejtë shesin. Po ka i problem, largojnë të vërtetën. Pra, njerëzit që e provojnë për herë të parë thonë që ka gjë. Nuk është ajo që e keni ngrënë ju, nuk është e vërtetë. Bosh çom lek pa mish. Pa mish, po. Po nuk jemi për ballokume të çom lekun këtu sot. Pse nuk është? Jo, jemi për projektin që na intereson. Eglantinës dhe Mardit. Femra i ve ka pak. Femra i ve ka pak, ç'pate? E vurva. Më mirë se këta të tre mendoj që këta mund ta thojnë më mirë që i vë, apo nuk i vë ka pak Edhe ti e si puna jonë, Po Spider-Manat, pra jo memja që 3 Spider-Manat tregojnë gishtë. E kuptova. E keni fjalën për ne që jemi në vujtje e sipër, domethënë që të robëruar, domethënë kjo ishte ideja. Jo në vojtje. Femra i vë ka pak ndaç për gjëra të mira, ndaç për të këqija, mendoj unë. Pra kemi dy lloj femrash, kemi femër të keqe nuk ka. Jo. Okej, po. Po atë çfarë problemi ka nuse vjerë? Problemi ka nuse vjerë? Me që s'ka femër të keqe, domethënë kam dëgjuar. Është problemi të djalit e burri, mendoj, nëse është kjo marrëdhënie nuse vjerë kështu. Ai e ka fajin gjithmonë. Ti domethënë e ke fajin. Por si u bët bashk? Marlin unë e njoh nga TikToku, videot i ka virale dhe unë qesh pafund kur i shoh video. është mësues, drejtor, është doganier, është polic. Nisej profesionesh. Bën situata dhe nuk e dija që ti dikur merresh me këngën. Ftesa erdhi nga kush? Si është shpreha një joker i gjithçkaje, po mirë është reja zgjeje, domethënë, edhe ftesa patjetër erdhi nga Duke qenë se Marli është Elbasanli patjetër, kështu që unë këtë këngë e kam bërë para 20 vjetësh fakt. Po në një variant shumë tradicional. Dhe duke njohur dhe Marlin, thash... Pse mos ta sjellim në variant rock and roll, për shembull, siç ishte jo. Dhe e solli në këtë mënyrë. Është interesant. Kur dy Elbasanli të bëjmë beli, themi apo Edi, kështu që... Që do të thotë, kolegë, janë ca terma që nuk kemi kohë tash, më mirë të dëgjojmë një çik. E dëgjojmë pak sekonda. Mos filloj të them shprehjet e gjyshes. Jo, na i the gjitha. I marrim leje atyre që kanë drejtë autorit, se për mirë po e bëjmë, për mirë. Na e ka dhënë. Por na e dhanë. Na e dhanë. Faleminderit. Ta përdojnë atë ide. Po, se këtë se japim dot YouTube, me thënë drejtë. Po, fantastike. Kombinim shumë i bukur. Shumë faleminderit. Faleminderit. Shumë i bukur. Do më pëlqeu, Elza. Ty të pëlqeu? Unë kam parë shumë para. Më pëlqeu edhe teksti, më pëlqen shumë. Besoj që femrave do i pëlqejë të gjitha njerëz. Pa diskutueshme. Cili është mesazhi që doni të përsillni tek publiku i gjerë? Jo, në fakt, unë e kam marrë këtë si fabull që gjoja që femra fut qetani në shishe dhe... Domethënë, po, kjo femra fut qetani në shishe është prallë, domethënë prallë arabe, apo jo? Tek 1100 Po të Sheherazade, apo. Të Sheherazade, domethënë. Kështu që nga kjo shprehje që kam dëgjuar dhe mendoj që femra është e aftë të bëj shumë gjëra. Kështu që thash t'ja pak femrës një... Është çik si këngë feministe, domethënë tradicionale, po edhe një lloj. Është shpreha Dibrane që burri është koka. Por gruaja nuk do mendoj që është kështu vetëm feministe, sepse femra nuk i ve ka pak vetëm për gjërat që mendojnë që si situati të vuash. Dhe nëse mund të shtoj diçka, në momentin që mora materialin, unë e dija që kishte vite që ishte bërë varianti i parë, po preferova që mos merrja mendimet e dëgjuesve të materialit vjetër, pra se si e kishin interpretuar ata për t'i lënë një lloj hapësire që dhe në strofat që do shkruaja unë të ishte e hapur për interpretim. Ti e ke rikriju pjesën tënde. Po, pjesa ime është e rikrijuar. Dhe thash që ta marrin njerëzit ashtu siç e perceptojnë, pra pa ja sugjestionu. Goxha ritëm, a?
është gogja ritëm dhe edhe gogja festive, kështu se të krejon një atmosferë të mirë, mos kujto se po të bëjmë gjyqin që i fute burrat shishe. Kemi kalu gjithë ka lagja. Po tani në për koncertë do jeni bashkë. Po, shpresoj. Interpretuar. Marli është emër arti apo të vike emrin? Marli është emër arti, është shformimi i gërmave të emrit tim, që është Almir. Po me një pozicionim të tillë bëhet Marli. Po mendoja, kolegë, që jam me fat kam kalu nga Isuf Myzyri ke Marli. Marli Myzyri. Marli. Jo, po është... Jo, vazhdo kolegë. Jo, nuk vazhdo. Sa ta mendojmë pyetjen. E mbylla me kaq. Marli, ke vendosur të rikthesh këngës tani në mënyrë serioze, a? Do heqësh dorë nga videot komike? Jo, nga videot komike nuk heqin dorë nga unë, kështu që kënga mbetet ai pasioni fëmijërisë që vazhdon edhe me shpresë kthehet edhe në profesion një ditë. Mungon Serveti, son drejtori i shkollës. Drejtori i shkollës Syrian. Syrian. Do ta bëjmë një imitim të shkurtër. Të doganës apo drejtorit? Drejtorit, bëjë se kam qenë. Të drejtorit. Jemi të momenti ku një student me nota shumë të mira paraqitet në drejtori. Po. Sepse ka marrë një notë keqe te profesor Syriaj, që është profesor i matematikës. Dhe si gjithmonë kemi një drejtor që është shumë modest në qëndrimin e vet. Çfarë kishe, djali? I ko vlat të Syriaj, meru me Syriaj, ke problem me notën. Ma sill pak Syriaj. Syria! Çfarë kishte djali? Kishte problem me matematikën. Po mirë, ti e pyete, fëmia i kujt ishte? Cili është prindi? Benit, ti e çuni Benit. Për jashtë Syria 10 çunit. Drejtori që ka kryeve e Mirë, më bëhet qefi që kryohen situata humori pa thona si laft pisët. Se në Shqipëri është problem kjo gjë. Është problem. Marli nuk ka në fakt, është një pastër në çdo situatë që nxjerr për ne që kemi TikTok, se ka të dy nuk kanë TikTok. Tani si është pritur kjo? Po është pak shpejt, do thosh, është 2 ditë ka që... Po mirë, po dallohet trendi që në fillim. Mirë është. Kjo do jetë arma jote e verës, apo po përgatiten në gjë tjetër? Po përgatis dhe gjëra tjera, sigurisht, po këta nuk e di publiku, sepse janë pak shije të çuditshme sot. Do t'i vendon një këngë që kjo është okej, e bukur do eci dhe nuk ka sukses. Është një këngë që thua, okej, po e bëj dhe ajo del që ka shumë sukses. Megjithatë kur je një këngëtar e karriere 25 vjet po bën. Ke një repertor kaq të larmishëm sa që nuk në fund ditës ato do kërkojnë, ato që duan. Domethënë, këto të rejat janë trendi, janë të ri që afrohen etj. Jo, po mendoj një gjë, domethënë do ikim bashkë me Marlin, do ikim në një koncert. Kupton apo jo? Dhe e kemi vënd këtë këngë diku nga fundi. Domethënë që tjetë edhe për sa duhet presi Marli që të dalin sken? Sa duhet presi Marli? Nga momenti i fillimit të këngës. Sa këngë ke në karrierë? Sa këngë kam. Sa orë duhet me prit? Marlin dhe ftoja shumë shpejt, kam shumë repertor, kam shumë repertor, por... Ali, kjo me spond ishe bëjdi këngë tjetër, që dalësh dyherë. Njërë në fillim, njërë në fund. Jo, duhet vazhdojnë se ishë shumë të lezeshë. Vërtet, kishte një kimi, dhe më thënë, unë e morën qik me rezerva, me thënë drejt, nuk e kisha parë, po të ashtë do të shohë gjithët për sërisë. Kolegë, do mbyllim bisedën se do provojmë ballokume. Po, bra, duhet të konsumojmë. Po, bra. Me kafe... Faleminderit shumë. Faleminderit Sua një verë të mbarë. Dita verës është shtunë. Pse e themi... Po ne jemi pushim. Po jemi nesër. Të shtunën, kolegë, është për gjithë shqiptarët. Kurse ne të basanlit e bëjmë. O për para, o mrapa. Shtunën e kemi lënë pushtusit. Oke, atëre nesër në mënyrë ekskluzive me dialekt e Elbasoni, kolegu dhe ju tregoj si bëhet ballokumja. Ballokumja. E bëj vit për vit, kam 20 qërë kam një orë atë, nuk ka zbavitje më të madhe se sa... Super. Nesër. Super.